Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Tërmeti lehtë lëkund Shqipërinë ditën e sotme. Elbasan, 16 qershor 2025. Një tërmet me magnitudën 2.4 ball të shkallës së Richter është regjistruar sot në afërsi të qyteteve të Kuçovës dhe Elbasanit. Sipas të dhënave paraprake, epiqendra e lëkundjes ndodhej rreth 8 km larg Kuçovës dhe 34 km nga Elbasani në një thellësi prej 15 km në brendësi të tokës. Lëkundjet janë ndjerë lehtë nga banorët e zonës, por nuk raportohet për dëme materiale apo persona të lënduar. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës. Ekspertët janë shprehur se tërmetet të tilla janë të lehtë dhe të zakonshëm, ndaj nuk ka vend për panik. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.